Vlen ka fituar votat për të rrëzuar BDI-n dhe nuk ka logjik që të bashkëpunohet me atë parti, tha kryetari LD-s Izet Meçiti, duke shtuar se ky koalicion do të shkrihet në një parti të vetme. Ai theksoi se i vetmi që ka dilema për këto ndryshime është kryeja e ASH-s Arben Taravari, ndërsa LD, Besa, Alternativa dhe Vetvendosja do të garojnë si një parti e vetme me lista të përbashkëta në zgjedhjet lokale në tetor. Besoj që së shpejt brenda javës do ketë edhe iniciativë pra për Vlenit të jetë një opcion, pra gjithë brenda Vlenit, 4 subjektet, Lëvizja Demokratike, Besa, Alternativa, Vetvendosja dhe përkrahasit e Vlenit, pra kërkojnë këtë, pra shkrirjen e Vlenit, i vetmi që ka dilema zoti Taravari dhe duhet të sqaron me opinionin se nuk mundet pra edhe të jesh pjesë e Vlenit edhe të bashkëpunosh me Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse atëherë humb kuptimi i ndryshimit. Kreu i ASH-s Arben Taravari tha se përshkrirjen e koalicionit në një parti është diskutuar edhe më herët, por tani nuk ka marrë një ofertë të tillë. Unë gëzohem që ato kanë rarë dakord, Vetvendosja, LD-ja, Alternativa dhe Besa që të shkrihen dhe përshëndes këtë akt, më pëlqen. Alianca për Shqiptarët do të mbese si subjekt që do të tentojë përsëri të bashkëpunohen nëse këto shkrihen me një parti. Deri te ne s'ka erdhur ashtu ftesë, nëse vinë do ta shqyrtojmë. Jemi miq, jemi shok dhe asgjë diskutoj që mund të hapim edhe atë temë, po për momentit gëzohem që këto janë dakorduar tre partitë. Vërtet më gëzon si fakt. Pas këtyre zhvillimeve politike, kryeministri Mickovski u pyet nëse do të ketë rikonstruim të qeverisë. Funkciona vlada. Ne. Dobro, kakvi su odnosite со коалицията Вреди и со... Коалиcijski odlični. E njëjta pyetje ju parashtrua dhe Meçitit. Дали се планира владина реконструкција пред изборите? Ќе видиме. Не исклучува да може? Теоретски да, ќе видиме. Ќе proceniме кои се аргументите për i kontra i që... Ndryshe, tashmë nga Vleni ka ndërguar ofertë Taravarit për mënyrën e ndarjes së komunave, por Taravari tha se ajo nuk kishte ofertë por ultimatum, që sipas tij është mënyrë e papranueshme.